Janë do saga që nisin e mbaron. Po kjo është histori e një sage tjetër. Kjo histori e prek secilin nga ju. E prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klam Radio dhe KTV. Përshëndetje për gjithë juve që vazhdoni shoqëroni me Klam Radio dhe me Koa Vizionin, por shpresojmë që keni pas ditën e mirë, keni pas shumë suksesshme. Nga ky moment deri në orën 18 jemi në Klam Radio, ndërsa deri afër orës 17 jemi me Koa Vizionin, ku edhe ju presim me telefonatat e juaja dhe me informatat rreth komunikacionit. Edhe sot e kemi një temë për cilën kena me fol bashk. Edhe ju presim bashkëpunim, ju pres telefonatat e juaja. Po du me ditë e mirë për. Ditë e mirë për çka është, na tregoni në 049-978-978. Ky është numri i telefonit ku presim telefonatat e juaja. E të njëjtin numër mundin me na dërgu edhe informata rreth komunikacionit, me na tregu se ku janë ato pjesë më të ngarkuara. Ky është Sardi, falje vetës, është një verzion akustik, po e dëgjojmë, po rikthehemi, po ju presim me informatat dhe fillu me arrit edhe një telefonatat e para. Përndryshe jemi drejt për drejt në YouTube, në koa.net, glamradio.fm, për juve që doni me na ndjek edhe online, a keni Glam Radio 86 në YouTube, dhe shumë mundësi të tjera. Kështu, Petrol Company na ka sjellë çmimet për ditën e sotme, na tregon se në Çaklavic, në të dy anët e rrugës, dhe në Arbri e keni dizelin dhe benzinin për €1.19 për litër. Po, përderisa po folësh se time anë këtej, Petrol Company me derivatet më të mira ka goditur edhe me çmime. Kështu që shkoni atje, rimbushni makinë me derivate, edhe secili që rimbush me më shumë se €10, bëhet pjesë e lojës shpërblyese, shumë shpërblime po ju presin tek Petrol Company. Në rrjetet sociale mundeni me i pa edhe se cilat janë shpërblimet që po jep Petrol Company. Hajde po e marrim telefonatën para se me shku me komunikacion. Alo, përshëndetje. Përshëndetje ti. Përshëndetje edhe për ty. Si edhe si kalon? Mirë, faleminderit. Qysh e ke pas ditën sot? Valla vopë madhe, shegët. Po, nuk është edhe shumë e madhe, po pritet vikendi me qenë pak më nej afër vikendit aty me hyp temperaturat për momentin çka po thot 31 gradë, 31. Po ka kohën. Hajde, tregom na sert lutna. A e pe temën për çka po flasim? Ditë e mirë për Ditë e mirë për pushime. Ku ishe shku bre? Se do më thonë temën se ku mbo ato në grupë, më kanë shkru me njerë, se e kena një farë grupi me Koa Vizion, më kanë shkru ditë e mirë për deti. Am brek det në ujë edhe në rërë me nejtë pak energie, do më thonë. Do më thonë ditë e mirë për pushime në deti. Për pushime në deti. Perfekt, faleminderit që na ke thirrë. Ko zë kalën e mjetin. Kalofsh mirë edhe ti e pas një pas ditët mrekullueshme. Alo, përshëndetje, telefonata tjetër. Përshëndetje si. O, si e nu? Mirë, faleminderit me ty për marakët si. Qysh e ke pas ditën mirë? Mirë, ditën me konë nxehtë afrikan, 35 gradë si. Nxehtë, 35 gradë, po tani 31 është e na, kështu që 35 të naltë vish ndjehet që është nxehtë. Po. Ditë e mirë për? Ditë e mirë për me shiju këto rrezet e diellit më përgatit për detit si. Aja ke nisë mu bo gati, po? Valla po si, me kena filluar. Aja dal pak me marr pak në gjyra jo? Po, na dal pak në diqen, po shkujmë e kjerë në diqen të ngatë, e po shkujmë shkot e brylli, po shkujmë atje me vazhin o me grun, po rëzitëm ka pak për rrezet e diellit, po s'pë nasos, kur shkujmë ndeti. Po, dhe mi nejt pak gati, se tani po dalim për me njerë, po na përshit. O, nu. Ashtë valla si, po. Faleminderit që na ke thirrë, nu. Tim të shëndes edhe kalef një ditë shumë mirë si. Edhe në ty po të përshëndes. Ka në arrit informatat e komunikacionit për na tregojnë për pjesën poshtë Vetërnikut që është e ngarkuar me kolon. Rruga Gim Ramazani nga udhkryqi i Menzës te komuna Dhana sjelltas edhe kjo pjesë e ngarkuar. Një super lagje për juve që doni me pas shtëpi të jashtëzakonshme në altësi mbidetare 801 metër.
për juve që doni me pas trashëgimi në Kosovë, mos harroni me vizitu Marigona San. Te Marigona Hill, afër aty është Marigona San, një super lagje për juve që doni me investu për të jetën. Futuni tek marigonasan.com, edhe ka mundësi domethënë me financim përmes bankave. Edhe i shihni cilat janë mundësitë, edhe e shihni se çfarë super lagje po ndërtohet. Ai që don shtëpi, mos ta ankohet domethënë te Marigona San shkon. Alo, përshëndetje, telefonata. Përshëndetje Cim. Përshëndetje edhe për ty, kush ta ka telefonu? Stadiko për Norvegjisë. Ku jeve Sadek, se dita që je veç po më vjen mirë që thua emrin kështu me të parën. Si ke kalu? O mirë, pak stres të ditë Cim, jam të bogati kerën e kam shtëpizën për një turnej pak me dorë. Do më thonë ti je një prej atyne që del me kam shtëpiz, apo? Po. Që se jere për Kosovë kësmet, nëse vjen në Kosovë edhe je me 8, 9 dhe 10 gusht, të presim Batlov, bëhet një super organizim kajak fest, ku ka me pas edhe kam shtëpiza dhe kamp, edhe po të presu në me orë musafiri jemi. Po, faleminderit. Mu knaq. Jo që kësi herë du me morë pak pa stres. Qashtu? Ska dole për Poloni, nëse ta një Kroaci një javë ditë edhe pak Shqipni edhe në Kosovë. Hajde, tregom ditë e mirë për çka? Të cime ditë e mirë kom për plazh, po të na këtu ka qenë pa Francinë këtu në Norvegji, po ditë e mirë për plazh, po s'është koha e mirë. Për na sen tjetër është. S'është koha pak në Francinë edhe herë po prim. Okej. Çu është temperatura atje? Do të më kon dikun ka më dikun ka 20 gradë, do të më kon sot më shumë hesë. 20 gradë, okej. S'qen ka shumë, domethënë me pas një bajë gefres. Po jo, normal, tim normal, këtë normal verë tuja verë skonja 3 javë ditë verë, kështu që më adin ta mund që me shfrytzu plazhin e këtu, se nuk. Okej. Hajde të presim Kosovë. Presim Kosovë më u knaq. Faleminderit time. Hajde, shnet, kalofsh mirë. Për ndryshe mos harro me na thirr edhe kur t'jena ikun rrugëve, bashkë kisha pas shef, ndoshta edhe i shumë inkuadruna herë me kamerë, pse jo? Po unë po të kallzoj që unë që kesh të punu diçka mora pauzë veç për me përcjellë misionin. Faleminderit shumë, e vlerësoj shumë edhe të pres në telefonata edhe kur t'je rrugëve dikon se domethënë është një prej që kjo është pushim, me i thon pushim. Po ta mos në qëre zakonisht na pimor me stres, po nisëm me stres se nga me mri ma shpejt, jo bre ka dal se në shpitale po vjen. Po, ta mos ashtu është. Hajde shnet, kalofsh mirë. Ej, tung fol. Tung kalofsh mirë. Qëtash kam ju sjell pak pamje të qytetit, vish po pres në ashtu e ndriti, e ka pa mesazhin dhe vjen ma hap derën e balkonit për me pa qysho për momentin këtu të na. Alo, përshëndetje. Okej, para se me marr telefonatën e radhës, Go Plus po vazhdo me lojën shpërblyese, po jep veturat avatar. Mos harroni që keni vetura në Kosovë dhe në Shqipëri për me u bë pjesë e lojës shpërblyese. Krejt që ju duhet është me dërguat kodin që e keni nër kapak tek loja goplus.com, edhe sa ma shumë kode që dërgoni aq ma shumë shanse keni për me fitu këtë super vetur. Alo. Okej, Viber. Përshëndetje Viber. Alo. Përshëndetje. Kush na telefonon? O Ilmesie. Ilmia, po. Si kalon? Mirë, faleminderit. Jo. Çu ke pas ditën? Mirë, shumë mirë. Ditë e mirë për? Për plazh. Ditë e mirë për plazh, edhe ti po thu që sot është ditë e mirë për plazh, a? Po. Ku ishe shku në cëllën? Ose të paktën me shku në licej dikon. Nëse ditë e mirë do më thonë ku ka ujë dikon afër. Nuk më hazër. Ditë e mirë ku ka ujë, apo? Po. Faleminderit shumë që na ke thirrë. Faleminderit qofshe ju. Kalofsh mirë pas një pasdite të mrekullueshme. Për juve që doni me pas ditë mira me ardhmë në Kosovë, mos harroni për juve që ende se keni rezervu biletën, prishtinaTicket.net është operatori më i madh në aeroportin e Prishtinës, ju mundson çmimet më ekonomike nga Gjermania, Zvicra, Slovenia, Suedia, Luksemburgu, Parisi në drejtim të Prishtinës dhe Anasjeltas. prishtinaTicket.net është vetfaqja ku mundeni me bë vetë rezervimin. Alo, përshëndetje. O, përshëndetje Cim. O, përshëndetje miku im Abedin. Si edhe si kalon? Si jeni mirë. Mirë, faleminderit. Ti si ke qenë? O, mirë shumë. Çu ke pas ditën? Allah, deri ka në 14 kon mire, ka roni rikshi, e ka fladit, e knaqe ka. Okej, na e lëpshim që ato, ditë e mirë me rashi sot, për neve. Po. Abedin, ditë e mirë për? O, ditë e mirë është për bia.
presin Gorbeçart kur po vinë. A mos sot po thu që është ditë e mirë për bija? Wallahi po se menzi presin me gzim me shku Gorbeçart. Okej. Mos harroni që është i pari sot. Ne korrekt, se është një farë arsye pse e kum qit këtë farteme. Faleminderit shumë që na ke telefonuar, përshëndet shumë, je i mrekullueshëm. Përshëndetje edhe juve. Hajde, për bijat, ju bijave, e janë, pse jo? Ju kallzova dhe mundi me rezervu me Prishtina tiket biletën, për ndryshe për juve që po mendoni me shku se erë Sun Hill Festival, s'ka me edhe një muj, rafsh, 1-2-3 gusht e keni Sun Hill Festival, edhe shka ka boj Ipko. Ipko na i ka sjell, do më thonë, mundësim për me nëzirë biletën për ata që dojnë me 12 këste, veç duni me kalu në pakon infinit, edhe mundëni me pagu biletën me 12 këste. Shkoni tek dyqanet e Ipkos nëse doni ma shumë informata ose ipko.com. Alo, përshëndetje Rodhës. Përshëndetje Arsim. Si edhe si kalon? Që e mirë, faleminderit. Qysh e ke pas ditën? Mirë. A e lodh? Jo, mërë sa do ditë pushimi. A ditë pushimi e kisot, a? Pushimi kam. Okej. Po, është dita e festa këtu. Çfarë feste është? Kanadës. Dita e Kanadës, okej, po është edhe dita e Amerikës tash. Po, ecë se ndrit shlir, pa problem. Se thash ndritet çdo më na i sjell pak muhabet, thash ndritet më na i sjell çdo dritare në kanë herë javë po dumer me javë sjell pak Prishtinën atje me parë pas here. Po bën. A bën çashtu, okej. Hajde, ditë e mirë për çka? Ditë e mirë për pushim, me qenë se o pushim këtu Arsim. Ditë e mirë, ku kishe pushu dikun për qef kështu? Ku e kishe gjetë një vend me shku më knaqë sot për qef? Po për zotin, me qenë se i kam vetëm djallin edhe vojzën këtu, do t'i marrë doli me naj park të mirë Arsim. Ka porqet mira, ka dhe plak, ka edhe liqene kam ofër këtu të mira ka. Shumë mirë se po mi përmenin vizhdetin, po s'po mi përmendin ka njerë edhe do vende që shdo se ditë e mirë është me dal njeri pak edhe në malë sot. Së është në zëjtë me shku mu fresku atje. Në malë, po, me siguri, ose me siguri që do t'i qëjtë e një agora, të të ujvora. Ta një fshat mirën. Faleminderit që na ke thirë. Ditën e mirë. A ka pas na i loj? Arsim, te dy i kena mujtë ata nishte për betum. Po duf ka me talshu kongën e Sinonit. Ndeshjen e kthimit e kena me 15 gushtat te ata. Kjo do të luj pak me ty, do të muj 8-2, apo den që është? 8-2, bashk. Do më thonë, bashk që ashtu ja pas një bojo. Që bre muabe, erë treni. Po bre artreni, qëta është e del në televizor ty, po se kom pomjen e mirë, po qatë so mujta mi afsil. Faleminderit shumë që na ke thirë. Faleminderit shumë, Kalof shmire pas një pas ditet mrekullueshme, një ditë mrekullueshme, se do më thonë për ty ka fillu që ta është dita. 049-978-978, po vazhdojnë po pret edhe informatat rreth komunikacionit, që është konga Sinonit, do të luj pak me ty, Okej, që tash kena me gjithë, se po do ka me lëshu pak me festu, pse jo. Ujë Rrugove, bashk me Urban Yoga, e ka organizu një yoga për familje. Mundri me shku me familje në gërmije, keni pa pare me 5 korrekt në ora 9, mu mledh, me u knash, me u fresku me Ujë Rrugove, edhe me boj yoga me familje. Sidomos për ata që se kam provu kur, është shumë mirë me shku edhe me u knash me një komunitet jashtëzakonshëm. Te parku i Gërmis, e shini atje që ju mbo gati, edhe s'kini nevoj veç me u vesh sa ma let, edhe me shku me bo yoga me familje, ka organizu Ujë Rrugove me 5 korrekt, e keni gratis, po gratis është. Alo, përshëndetje. Okej, pas ka shku përshëndetja, për ndryshe telefonata që na ka thirë, edhe kjo pas ka shku. Okej, deri sot vjen telefonata që bju shfaqi pak Prishtinën dhe bju kallëzoj që Toyota vjen me super oferta në shumë modele, keni zbritje, mundri me shku me marë familjen me pa një prej veturave më të mira me 10 vite garancion që e ka emrin Toyota. E tani ju e zgjellni një cilin model po doni. Për dini tek Autotrade në Çaklavice keni Toyota. Alo, përshëndetje. Përshëndetje Arsim. Përshëndetje edhe për ty, kush na ka telefonu? Lona nga Prizreni. Si e Lona? Një faleminderit, ju si jeni, ai mirë. Qysh e ke pas ditën? Shumë mirë. Po më vjen shumë mirë edhe mu. Ditë e mirë për çka Lona?
Sot është ditë e mirë që na kanë dalë rrogat. Hajde bre Lona, se s'ma thej ke kërkush bre, thejsha oj pori sot bre, ditë e mirë me shku pak te bankomati mu fla dit aty. Te bankomati me shku mi marta që ato të hollat edhe mu pregadit për deti. Ja ke nis mu po gati? Po, qëshjo. A kete bankomati ajo, a? De bankomati e kom në pak për flat takshomit me shku se tash një herë nxet koha, love pak. Po bre, le pak edhe të kop freskia, din kur të bën aty të kop një farë freskie. Po, edhe filojmë nashta mos shtohen pak a shumë. Mu shtu, që e shkon mirë mu shtu, për një me e shkon mirë. Po, valla, u bo pak double mu bo e. A ke planifiku ku për shkon deti? Po, në Vlorë, Arsi. U shumë mirë, në super vend pas ke me shku. Po, me ndum që atje si vjetë me shku me familje. Mirë ja ke bo. Na pëlqen Vlora, për na pëlqen. Po, kuj na si pëlqen se? Po. Hajde vë të përshëndes. Faleminderit, Tom kalosh mirë. Edhe për ju, kalosh i mirë tonë. A jetu ma nisti nonin, ani pa ma posti nonin ku ka djali ri. Nesa i halo që ashtu do këtë djali ri. S'di shka bën këtë djali. Më thonë një super kong, ajo 8-2. Që mu abe për ty, edhe për dostat e tu, më sarra. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Simo. Kush ta përshëndet? Ramadani nga Vështria. Ku je Ramadan? Se. Qysh po kalon? Po nuq se ka pak, mirë. A e mirë? Mirë, faleminderit. Që ke pas ditën? Mirë të punuq se në përvop. Çka punon? A bën me ditë? Punoj një markete kom privat në Prishtinë, Vranjes. Po, edhe qysh po ecë puna? Mirë. Ku është marketi pas? Lidhet është në Vranjes, shko të shkollës në Ledinit. Okej, se nëse pse mos me përmend pak, a din? Ja se përmend emrin. Jo përmend se po duam ma përmend, po të ves ku? Qysh e ka emrin? Strosi ka në emrin katunit e. Shumë mirë. Edhe a ka punë? Po mirë, lidhet me ato që fule para me të parin, do me thonë edhe të na reflekton pak, na i bindë borqet. A është halo ajo fletorja e borxheve? E kam në një, nuk është me gjatë, po e mbaj. Do me thonë e marë, a i ki njerës të caktum, cilë do me thonë marrin gjatë gjithë mujet edhe vinë? E një këtë pjesë ma mirë se katunin tema. Okej, do me thonë i ki disa klient të cilë të vinë edhe gjatë tënë mujt marrin, në fund vinë barazohen me ty. Po, kam para një kohë e po ta një, boni një pages 350 euro, do më anë është listë unë që 18 vjetë, po prej nesër fillon pra, po kur bërç nuk ka metas një cent. Që 18 vjetë, do më thonë me listë ekziston. Edhe, api përkrojmë na këtu marketet e vogla? Po di që me thonë, ashta jo mjaftu shumë. A i keni çmimet ma të shtrejta? Valla, ne jo, po ka edhe shumë që s'janë. Do më thonë jënë sikur në trek, në përgjithësi. Po. Okej, sa aty normal që shqitet me pakicë dhe nuk ka mundësi, do më thonë, sikur këta të najtë, po me interesoj me ditë. Po përndryshe i shkon mirë me përkratin marketin e lagjës gjithmonë. Edhe një tjetër më si jem linë të rrallë, hiqere që është për momentin të punue. Ani, përshëndet me atë krejt ku shqipë. Për këtë temen, për pësoj që thash është edhe dita për reflektim. Ditë e mirë me reflektu. Për përgjësie, ditë që të merrni me atem, po reflektim. Po m'pëlqen shumë. Ditë e mirë me reflektu se cili prej neve. Po me reflektu, po edhe ata ma shumë që na pronën dhe këtë krejt, unë e thash krejt, edhe ata ishtë inë në thes me neve, se ata roll hinë me neve në thes, po ata hinë vishë në zgjedhje. Ata hinë me neve në thes vishë në zgjedhje, vinë thojnë, po bre pja vdina, adin, që të i marrin vota, dalin atje, ikim për thesit tonë, neve në lojnë që aty me një thes shkym. Ditë në modhe për reflektim, unë e thamë që s'ka se kjo për momentin, por të shumë. Ta një fshat mirëm, falimderit shumë që na ke thirë, po shpresojmë që se cili prej neve me reflektu çdo ditë. Edhe për ato që ka botën ditën, me menu qysh ka botën ditën, a ka bo në e fargabime, a e ka lëndu dikojna, se ka lëndu, a i ka ndimu dikojna, i shkon mirë krejt me bo një reflektim brenda ditës, me alon një gjysore vetës, me thonë, më falni, më së më pengoni se po reflektej me vetën qëto, kom pak pun me arsimin. Faleminderit që na ke thirr Dan.
Hajde të përshëndes Simon. E pa shnetën dhe ti faleminderit shumë. Edhe mos harroni te Enza Home për juve që po martoni, që keni reflektuar po martoni. Përveç se ka 25% zbritje, është Best Wedding Deal, se kam bëni super mundësi që keni zbritje ekstra. Po, shkoni thoni që se kena njetë mu martu, edhe keni me marrë zbritje ekstra. Mos harroni me na vizitu Enza Home tek Çaklavica, kilometrin e 6 të shku për Ferizaje keni. Atë marrim edhe një, po qysh jo edhe një, po edhe plot se kena kohë sa dush. Alo, përshëndetje. Përshëndetje tim. E pash temën që ma ke dërgu. Po. A diçka menova? Se temë shumë e mirë. Po menova thash mos po na e keq kuptojmë bre? Valloj, më nduhet dhe ajo se na për mrapsht i morëm sa ne ti kopëm. Tema është shumë e mirë. Tema është shumë e mirë, domethënë. Ma shumë ka pas me Veshtojnë qëre, a din që shtojnë? Qëto e kom problemin. Thojnë po dojnë mi përqa, se që na ka dërgu gazin i tem, kina me bonit, po të premtoj, qka i ndonë dhe qka i bashkon shqiptarët e diasporës me atat Kosovës. Një tem shumë e mirë që du të mu diskutu ka dal. Se ka diçka që na donë me neve, po ka diçka dhe që na bashkon me juve. Jo me marrë atë mendimin që po bojnë që si tema vish me përqa. Jo, na pe bojna me bashku. Që ajo që na ndonë me këshyr qysh me regullu mu bashku ma shumë. Valloj, 99% jemi bashkë, për jenë dhe gjona kritin ta, cilat i bojnë shumë të noja 2 palët, edhe ata dhe na. A vish kena foje 2 palët, apo se ka njerë kur pe kritikojna një tjetrin, s'po reflektojna që tha telefonusi ma herët. Shumë e vërtit. S'mundet me thonë dikush, ju s'po punoni atje, pa orë mund po so punoj une. Personalisht, nisna prej vetës. Ta, është. Unë jem shumë e njerëzit që jetojnë nga natë Kosovë. Dhe ata jenë fryma jonë, është jenë karakteri jonë, jenë njerëzit që në mbojnë gjallë, për shama, nësë me fosë që në kushkoj. Sakt. Unë ma eret e dhash një thirrje nëse ka mujt me kap ata për Marigona San, se du me thonë me ble një shtëpi tilë në Kosovë është me investu në vend tanin, me investu në trashëgimin tane. Që i bjen pe ble një shpi, po pjalen trashëgimit dikujna që e ka një shpi edhe i bjen men me ardhë. Se qka me thonë për ato gjenerata tash që kanë me lindë në diaspor, qysh kanë me një Kosovën, adin? Du të milion diçka për me thonë a i ka dalë se kom diçka atje edhe du të mu këthy me orën vend tamin. Valoj, në familjarisht dhe më thonë, gjithë që kemi bu, kemi investu gjithë mund nga në të Dina, nuk po flasë për gjeneratat e juja, për ju që jeni dalë para luftës. Po flasë edhe për këta që jeni dalë pas luftës. Ki drejt. Ditë e mirë për, se qësh ma ndronë temën këmë në herë. Po tash shkina. Po ditë e mirë, me bu një pushim të mirë me shëshnin. A, dhe të regom. Shumë mirë. Unë ka shkru një grup i shëshnis tem që të tha, apo shkojna një farë pushimi dikun që atje në Kroaci. Edhe vitësin javë këm lanë, se kom fionën këto. Dhe thash, edhe e menova me veti, thash është ditë e mirë, dhe më thonë, kur më ledhen shëshnia, edhe një ditë, 2 ditë shkojnë dikon është një super energjia, po? Shumë e vërtit. Se dikush thot edhe familja, nuk e janë shkalojna asë njerë familjen, po do më thonë edhe me shoshni ka njerë më tërhjek një ditë, 2 ditë. E ka të knatësin e vetë, bili djoli përshka me shoshni të vetë, përshem një djolën tjetër, dikon në të rëshim duket, kështë në kam bërë kështë, ne kam mori shqime shqiro, edhe thash për ma lak njëse knashni, se në shëshni, qështë në thonë është hajvarja, muhabeti, neja, kujtën gjithë shka, kohës të rinjës, të mone ka klasineve. Pa i ndodhë gjithë shka talë shënë dikush, musët me mëngjes, e kena pe përmeni një diçka që besoj që shumica kanë, një rreth i shëshnis që jena një 7-8-9 veta, çdo mëngjes e kena kafën me pi bashk. Ditëve të punës mbledhim në lokal këtu, në proka pe përmendi reshatin, që është një mik i joni, edhe reflektojna, jalshojna një tjetrit ka një fore, në varet qysh jena qu prej gjumit. Unë së drash me një fore të shkrepit, ata keshën krejt, po do më thonë u disponum krejt. Allah, krasisht, unë mendoj që njerëzit që kanë shoqni dhe janë shoqnu shumë, janë njerëz të mirë. Po, edhe janë të bekum, ata që kanë shoqni të mirë janë të bekum. Unë të preferoj më se është qatë shumë për me shërëvi, me shkuve, dytet. Shumë e mirë. Ja sërë më në të një pak. Shumë e mirë. Faleminderit shumë.
respekt se murëm do sa vora ku shumë. Jo, unë për çata po shkoj ka dal se edhe po du pak më shumë i ndëgju mendimet më shumë, kështu që në rregull jena. Unë kisha përshëndet. Përshëndet më bre Fionën se. Desot vjen këtu, do të përshëndet për çdo. Unë ka vetë sot. Ta më përshëndetin ai kosh tash njeri i gjallë. Ja, Letë në YouTube, letë i këshyre emisionet, që ka tjetër, ndeti, është e kjo e nga në emisionin, që mund të live, që tash me në ngollë, hajde. Hej, faleminderit gaz, përshëndes. Faleminderit, gjithë tjera, njëri pofshin. Qao shnet. Ventoro Motors, shko njëre, bleni motor dhe 125 kubik, edhe e ka benzinën pa pare, edhe për mbushit far idejnë e gazit, mbledhet me shoqni edhe një 2-3 ditë, do me thonë, veç i gra sot mundet. Për ndryshe tek Automit agentët Ventoro Motors, mos harroni me shku se kam bos super ofert për juve që i doni motorët, krejt llojet e motorëve. Alo, përshëndetje, telefonata radhës para se me shku dhe i në Albi Mall. Alo. Hajde, përshëndetje. Kush na përshëndet? Alo. Sali për Gjermanisë. Si e Sali? E përshëndes edhe Fionën. Faleminderit shumë. Po me përshëndetje, mos i fso këto përshëndetje. Po thanë të ndetim dohet pas ka shkuar. U shku pak, u shku e ka meritu, veç e ka meritu. Okej, ka meritu. Ani ka meritu. Meritan normal. Hajde, Sali, tregom ditë e mirë për çka? Ditë e mirë po thati për Kosovë më shumë unë u lidha më Ja, jo, është temë tjetër, kena me bo një ditë tjetër atim. Sot është tema ditë e mirë. Perëndimi që tha më dak. Po, një ditë tjetër kena me bo atim. Se Gozi e ka propozu. Unë më shumë për çato valla u lidha, po. Ja, një ditë tjetër kena punë për atim. Ditë e mirë, çka më thon, ditë e mirë, sot koha vap e mirë. Ditë e mirë për çka është? Ditë e mirë për çka është? Diçka për ty. Ditë e mirë për me dal dikon, për me bo diçka, për me thirr dikon në telefon, për mi kërku falje dikujna. Ditë e mirë për çka? Me hëngra akullore, që një që merr në kry. Që shembull mi marr familjar me shku me hëngra akullore, me. Çeve tani e fshat mirën, që ditë e mirë. Bëne çdo. Hajde merr familjen edhe po dalim. Ja, edhe sot çaj, ditë e mirë thuaj atë ne. Po mbledhëm po shkojnë në akullore, thuaj se ditë e mirë për akullore sot. Cim vape malla shumë që ta shkojnë dikuj ma vonë pak, ka 7-8, no. Mo që në ranë njët natës me për numër. Qka punë? Me prit dhe të përën dili është shumë për muë. Qka punë që është njët natës? Une përrej natët, në ranë një si shofer jam. A shofer, okej, do më thonë ju delni natën edhe shkaku i vapës edhe komunikacionit edhe i bëni ato transportet që keni mi boa, po? Po. Okej, shumë mirë. Hajde pas ditë marë edhe pas punën e letë sot, faleminderit që na ke thirr. Hajde, ka dhe një mirë përshëndetje. Përshëndetje edhe për ty, po atem kena me bonetit, kena me fol, o be presë edhe Fionën, e bohemi bashk, se kena zakona e keni ponë me ato qysh srahatohem. Hajde më shkojnë atë në Albi Mall, mos harroni me shku me vizitu Albi Mallin, për ndryshe po a keni pa urrit. Njëre për juve që jeni në komunikacion, pju tregojmë se ku janë pjesët më të ngarkuara, ku ka më shumë kolon në këto momente, po shihet pjesa poshtë vetërnikut me kolon deri tek rrethi duplex. E ngarkuar është rruga Agim Ramadani nga udhkyqi i Menzës te komuna Vena Sjelltas deri tek udhkyqi i Menzës, nga bulevardi Bill Clinton deri tek salla 1 tetori keni kolon dhe rruga Tirana nga stacioni i trenit deri tek rrethi duplex pjesë e ngarkuar. Këto janë edhe informatat e radhës që kanë arritur në 049978978. Hajde për shpresim telefonatën. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndet shumë. Ky emision është për ata që i kanë më shumë se 18 vjet. Ju jeni në pushim, po me nejt aty me gjysha aksisane, po me na telefonu. Jo, ju lutem. Alo, përshëndetje tjetra. Edhe kjo u bloku, po presim për me na telefonu, du më thonë për ata që jenë matë rritën se 18 vjet. Për juve që jeni do më thonë matë ri, mundin me na përcjell, po me na telefonu, ju lutëm, na kursani. Alo, përshëndetje. Alo. O Jakob, koncentrohu në telefon kur të në thirë.
e largo prej televizorit, njëjtën kohë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje zotëri. Kush na përshëndet? Ahmet Sulemani prej Gjermanisë. Si Ahmet? Mirë falënderit, ju si po kaloni? Mirë falë, so mirë që e the edhe mbi emrin se e kom edhe ata Ahmetin tjetër. Kush është ai Ahmet? E kom edhe një Ahmet unë që na thirr, e kom një shok, domethënë që na thirr, edhe që është ndëgjues e telefonues joni i rregullt, e që e përshëndes, e di që është un pavi që ka nxon krohin dikun. Hajde, ditë e mirë për Ahmet Suleman se sot 1 PM e ka marrë një kontratë për gjithmonë, është më thonë, se ka pas deri tash një kontratë si shofer i kamionit e firma jam. Sot shefi ja dha kontratën e përgjithshme. Do të thonë ko ke gëzu për nipin, ditë e mirë më u gëzu për nipin, apo thuç ashtu? Normal që ta një fshat mirë. Po normal. Faleminderit shumë që na ke thirr. E pas gëzime të gjithë Faleminderit, ju përshëndes edhe juve një ditë këndshme. Hajde kalofsh mirë. Çka kesh në Talbi Mall, po më vet asbia. O asbit, thuaj çka s'kesh, përndryshe po ka super zbritje, shkoni edhe vizitoni edhe kur të vini këtu me shku me pini kafe me pasë u rrit Albi veç po rritë, zi që ka bën, domethënë çdo vjet e kitu rrit. Alo, përshëndetje e radhës. O, përshëndetje. Hajde bater si e? Mirë, faleminderit. Ai ki nxat, sa pshes po mlani as me pi ujë. A e ki nxat? Jo, more kam nxet për Po çfarë nxeti thuju në nxoj hien, po çfarë nxeti se vish pa ankohën pa lidhje. Po çkon sa duan temperatura. Po pra. Hajde ditë e mirë për çka është sot? Ditë e mirë i shkon për mua me pas edhe një 3 shokë e me shkuen Baret Bajgurës mal atje e me hongër një drek e me rhijet lisave me mufladit e me net e me bo muhabet. Po shpresojmë që a din se tash s'do me thonë veç mi pas shok, po me bo shok, edhe naj kush me t'ule emru me thonë qëre batir, ajde me mu se edhe 1-2 kom, po bohëm 3 e po shkojmë. Parlament dy që ka prit. Ta një fshat mirën, faleminderit që na ke thirr. E për tjetër s'kam nevoj, veç mu shetit me dalë me bozë. E kuptu. Pa njerë për neve që thujna faleminderit shumë, faleminderit që thujna jo s'po gjojna ko për shok, jo për familje, jo që vjen një moment kur ti thu si kom se mi pas, i kisha lon krejt dhe isha dal. Faleminderit shumë batir që je ka që mirë. Alo, përshëndetje. Okej, pas ka shku kjo telefonat. Hajde tjetra, alo, përshëndetje. Dite. Unë edhe më thonë po folje jo, mos harroni që këtu i kom krejt dhonat, për dini po. Edhe nuk ka nevoj me bokse sene. Kush na ka pru një foto? O bene, faleminderit shumë që na ke dërgu foton. Ku është kjo? Po shihet rruga Gim Ramadani me kolon, që shtash edhe ma herët prej komunës Tutje deri tek udhkryqja aty te Menza. Faleminderit bene. Ditë e mirë për çka është për ty ben tregom. Alo, përshëndetje. Po, përshëndetje, Cim. Dje ke thirë, do më thonë, mos i u krye emisioni, muneshe me meta apet i fundit. Je qërshia mitort, je shka, po dio ne. I rishi, jam gjithë. I rishi mitort. Kjo që shtu ja kalon emrin vetit, kështu që na... Ka mirë si me ka i rishi, aty se na shqiptarët, si i rishi jena. Pa dhe ova që të na pe therë, na therë së therë shkujnë. Aty rrina na, po që aty e kina gjithë ma bota. Zosha me thirë, po me rritë ke një rast shumë interesant do dhe, a di sukur që viza kanë shpi punë në qëtë kohë. Bi pe punë edhe ngaj ty, ty ardhë, e kam over 3 kilometra, e kam, edhe ty ardhë, ty ngu ty, e ty minu shka me thonë për temen që e ki përzjedhë. Edhe në ka kallë në cim, në ka kallë, beso flokën në ka qitë, 38, 40, zote dhe se këmë shirë, po shumë ka në zëjtë. Po, edhe të na po pritët pramë të shtunë e dile me qenë. Edhe beso, mini mene thash, po thash, të cima, po thëmë, bërë që ka i shkoni ditë e mirë për mëra shia, për dhe se bërë. Edhe, nuk jem bestyta, për dhe, po t'ja ka fut, besë, alo t'i roa, di shka për fortunë është, nuk e ki i din, e ta që më të tutut, mëse kesh unë shkaktori. Ja, tash, a di që ka thuj, ditë e mirë më nalë që këshi. Beso, ka i tuta, thash, a thu pas në ndurë e senu na, a vëdi se, po ta që ashtu binen me të thonë ty, a vëdi, i sholla bjen e shise, i shkot ditë fantastike me rashise, në ka kollë. Ditë e mirë, thuj me morat Euromilionin unë e të bashkë. Thuj në ashta më s'po bohet.
Po prishet Euromilioni, si të menojnë ana prishet. Sum beson mu kërkosh, po dhe foli sa dush drejt. Pa të kërkosh beson kërkosh. Unë po të besoj më djalë, po them thuj që ashtu na shta ndodh. Po jo nuk i keq vallai. Thuj. Kur shim në gjendje me për unë diçka aty koha, çata po them, thuj se si dihet na shta na kap më djalë ça më bë. Po vallai, po kështu do përgjys. Pa problemesh. Po që thash bashku na amnite, thash bashku në te. Po. Unë te kisha pas shef. Sekretar dishtor që thot, mi pas 2 milion ta kisha dhënë një, më pas 2 shtëpi ta kisha dhënë një, thotë, "A më bëni cigare që të se më." E ma së shoh, ma lava një cigare të retrosate. Dy Ej, ashtë doksori, mrekullueshëm, e din? E di edhe ju jeni shumë mrekullueshëm, prandaj jam dhënë. Po ju se shakon asone. Përshëndes edhe të përqafi, faleminderit shumë. Swiss Diamond Hotel Prishtina, përveç se mundeni me shku me organizu evente ndryshme atje, kanë të salla që mundeni me organizu çushit dani. Ka Sunday brunch çdo diellje, ka çdo të premte muzik live në terrasë aty me u knoq, edhe mos harroni me pa ofertën e fitnessit që e keni. Futuni pak edhe tek rrjetet sociale, Facebook e Instagram me i pa programet për në Swiss Diamond Hotel. Po për çfarë do rezervimi mos harroni 038 22 0000 numri i telefonit. A kena kohë dhe pak veç edhe njerë t'i koncentrona ashtu komunikacionit se pash një foto që ka arrit, po shihet pjesa poshtë veterniku deri tek rrethi i ambasadës amerikane që ka kolon, ambasada sot e ka dhe një nej. Për ndryshe, kolon është edhe rruga Agim Ramadani nga udhkyçi i Menzës Tutje dhe Ana Sjelltas. Këtu janë dhe informatat e radhës. Benin ma herët e pyeta, Ben thash, folti se ma të qëjnë, po thot me fituqat avatarin. Po ma një gjiro nësë ndodh. Alo, telefonata. Okej, Viber, përshëndetje. Cimi përshëndetje. Hajde Joz, shoki mas shokit. Hajde, shok mas shoki. Si je? Mirë që. Ditë e mirë, tha me shtru të avolina Joz. Ditë e mirë, përllaj bashkë me të knojsh mirë, nëzet për jashtë. Nëzet, jashtë mrana flat, edhe shtrënjeri të avolinën knaqët. Edhe temi në kipo bashkë me men, ja ditë e mirë se do laj tash me shiju që ta në qitë bromje dhe parjala e kipo. Ditë e mirë me shiju mramjen sot. Son të po, me të gjithë këtë nëzet, ditë e mirë të shpia me një mezet mirë, një darkë mirë. Ta një fshat mirë. Fantazio kja. Apenino e ndret. Faleminderit o Jos. Hej, ndjera është edhe jutja. E pa shnetën, kalofsh mirë. Fatoni na ka dërguar një foto që na tregon nga hyrja në Prishtinë nga bulevardi Bill Clinton Tutje, por shihet pjesë shumë e ngarkuar me kolon. Faleminderit shumë. Po mduket Faton, ja ka nis pak mumusha se do ditë ke zbraz Prishtina. Po shihet që veç ka ndikuar ardhja dhe diasporës se po vazhdojnë me arritje kështu. Çashtu kam qef me pa, se domethënë kur peshos zbraz po thonë ti kush kolona ne këtej, çashtu kam qef me pa, çashtu i ka hije këtij vani. Nuk i ka hije me kon zbraz aty. Medalë dhe pa prit kolon. Jo, më shkohet prej Arbriz me shku në Bregdillit për 5 minuta, qa ke ajo pun. Alo? Hajde përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Jo përshëndet, Sadikun ka vështreja, përsëri. O Sadik, hajde ditë mirë për shka që atu kujtu tasht. Vallai më kujtues që tash se rroko një farhije ka pak dhe vena, unë jetoj vështre. Edhe Po? Dita mirë për respekt mërgjimtarve. Kishe po thu ditë e mirë me qitë një qaja mi morë mi thirë mërgjimtarët? Vallai një qojnë e këna qitë, po ja keni anën. Se kanë shku ata. Ja keni anën, okej. Faleminderit o Sadik. Për të mire e ju me faleminderit edhe respekt edhe për ty. Edhe pak minuta kemi mundësi për me pranu telefonata në 049978978 për ndryshe ju mundri me shku të Rubini nëse dëni me bo një dhurat mirë, ditë e mirë mi abo dikujna një dhurat, aty keni stolis shmuara nga Ari, keni edhe linjën e diamantve për dini. Kështu që në qendër Prishtinës, në Albi Mall ose në Ferizaj e keni Swiss Diamond, e keni Rubinin po Swiss Diamond, apsheso me diamant, edhe kjo me diamante, po më lidhën sanët.
049-978-978 edhe njerë komunikacionin qyshe kemi, mos na kritikojnë se tani po thojnë s'po na kallzoni për Kolon. Rrethi me flamur rrethi spitalit deri tek rrethi rrugës B Kolon, nga Fontana në Ulpian po shihet pjesë e ngarkuar me Kolon. E ngarkuar është rruga Gim Ramadani për tek komuna dhe ana Sjelltas. E ngarkuar është edhe po mbetet pjesa poshtë Vetraniku deri tek rrethi i ambasadës. Prej kësaj pjese po na arrin edhe informata për Kolon. Këtu janë dhe informatat e fundit sa i përket komunikacionit për pjesën e parë, se në pjesën e dytë kena me prit informata, kena me ju tregu se ku ka Kolon e qysh ka Kolon. E kjo mundet me qenë edhe telefonata e fundit për sot. Alo? Okej, kjo është ajo telefonata. Po e dini, nuk e di qysh po arrin me marr lidhjen edhe nuk po fol vish një Allah me thon. Vish kisha pas qef me tani zonin. Kur gjo ma shumë, më thonë, nëse mund është me bo, kish me qenë perfekt. Më nëse s'mund është me bo, s'kam qka me të bo. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Hajde gane, si e? Mirë, faleminderit, ju sene. Ja nisa pak mu bo marak, thash ku ju në met grat. Thash qka u bo? Qka ku m'bo, ne? Jo, seriosisht. E ndritet i thash dil thire bia, thash ku ju në met, thash a u bo që s'po thiren. Po dhe. Po u bona marak, mirë që thire. Ani se je e fundit për sot, apishe? Edhe për përmbyllë me ty. Ditë e mirë për çka i gane? Ditë e mirë për me dalë me familje. Ditë e mirë me dalë me familje sot. A e ki plan ajo? Kësmet. Okej, po në plan. Faleminderit shumë që na ke thirrë. Faleminderit, të kalofshi mirë. Edhe ti e pas një pasditet mrekullueshme. Faleminderit se cilit për juve paqit gjithmonë ditë mira. Edhe ju presim edhe nesër në njëjtën kohë prej orës 16 në Koha Vision dhe Glam Radio, ndërsa unë vazhdoj Glam Radio tutje deri në orën 18. Ju mos harroni me bo ata që duni me bo gjithmonë, me ep shumë dashni, paqit, plot shëndet.